Seanca paraprake për kryebashkiakun e Tiranës Erion Velia është shtyrë për në datën 17 nëntor. Në seancën e kësaj të mërkure ka lexuar parashtrimet prokurori Altin Domani duke kërkuar kalimin e çështjes për gjykim, ndërsa në seancën e radhës do të jenë konkluzionet e mbrojtjes. Veliaj nuk ishte i pranishëm në seancë, por u përfaqësua nga avokatët e tij. Kujtojmë se seancat janë shtyrë disa herë. Fillimisht seanca paraprake ishte vendosur të shqyrtohej në 28 tetor, por avokatët e Veliajt përdorën strategjitë dhe taktikat e tyre për të shtyrë seancën. Shkak aso kohe u bë kërkesa avokatit Artan Gjermeni, i cili kërkoi kohë që të njihej me aktet. Më herët seanca paraprake për Veliajin u shty për shkak të bojkotit avokatëve në 10 tetor, pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit, ndërsa në 21 tetor u shty për shkak të bojkotit pas arrestimit të avokatit Nel Basan. Ndërsa në 29 shtator seanca paraprake u shty për shkak të mosnjoftimit për disa nga të pandeurit. Spak mbylli hetimet dhe dërgoi për gjykim dosjen e Veliajt dhe personave të tjerë në 10 shtator. Veliaj akuzohet se është përfshirë në 9 raste korrupsioni, pastrim parash dhe mos deklarim pasurie, shpërdorim detyres si dhe futje të sendeve të ndaluara në qeli. Në këtë dosje përveç Veliajt të përfshirë janë 28 persona dhe shoqëri përfshirë bashkëshorten e tij Ajola Xoxa, si dhe ish deputeten socialiste Klotilda Bushka.